Përshëndetje miq, sot do t'ju rrëfej një histori të dhimbshme dhe prekse, që flet për dashurinë e pastër vëllazërore dhe sakrificën e jashtëzakonshme. Është historia e një djali që pranoi një krim që nuk e kishte bërë, vetëm për të shpëtuar motrën e tij nga burgu dhe nga shkatërrimi i jetës. Një vendim që do t'i ndryshonte fatin përgjithmonë. Arlindi ishte një djalë 26 vjeçar, i rritur në një familje të varfër, por me shumë dashuri. Babai kishte ndëruar jetë herët dhe që atëherë ai kishte marrë përsipër rolin e burrit të shtëpisë. Motra e tij, Eda, ishte gjithçka që kishte. Kishte sakrifikuar shumë për të, kishte lënë shkollën për të punuar dhe për ta ndihmuar të studionte. Një natë, gjithçka ndryshoi. Një ngjarje tragjike ndodhi në qytet, një burr u vra në një konflikt të papritur. Policia nisi hetimet dhe shumë shpejt, Eda u bë e dyshuara kryesore. Kishte qenë aty dhe provat dukeshin kundër saj. Kur Arlindi mësoi se motra e tij ishte në prag të arrestimit, ju drodh zemra. Ai e dinte që ajo nuk kishte forcën të përballonte burgun. Ajo ishte e ndjeshme, e brish dhe kishte kaluar shumë vuajtje. Në një mbrëmje të ftohtë, ndërsa ajo po qante në dhomën e saj, Arlindi hyri brenda dhe e përqafoi fort. "Mos ki frikë," i tha ai. "Asgjë nuk do të ndodhë." Të nesërmen, ai shkoi vetë në polici dhe tha me zë të qetë, "Unë e bëra. Ishte vetëm mbrojtje. Jam gati të paguaj çfarëdo që duhet." Hetuesit mbetën të habitur, por ai ishte i bindur. Ai tregoi detaje që i kishte mësuar nga Eda, duke e bërë historinë e tij të besueshme. Pas disa ditësh, Arlindi u arrestua dhe u dërgua në paraburgim. Në sytë e tij nuk kishte frikë, por vetëm dashuri dhe dhimbje. Ai e dinte çfarë po bënte. Po sakrifikonte lirinë e tij për të shpëtuar jetën e motrës, ndërkohë Eda, e shkatëruar, nuk dinte si të reagonte. Donte të tregonte të vërtetën, por frika, presioni dhe ndjenjat e fajit e mbanin të heshtur. Në burg, Arlindi u përpoq të ruante qetësinë. Ditët e para ishin të vështira, por ai i duronte të gjitha. Sepse çdo natë i thoshte vetes, Eda është e lirë. Ajo ka një jetë përpara. Ai e dinte se ajo po vuante nga ndërgjegjja, por nuk donte ta shihte të shkatëruar. Ai i dërgoi një letër përmes një shoku avokati, "Mos u fajso. Jetën ta kam dhënë që kur ke lindur. Unë thjesht po mbaj një premtim vëllai." Ndërkohë, Eda nuk mund të flinte netëve. Çdo ëndër e kthente pas, në natën e kopshme kur ndodhi gjithçka. Ajo nuk kishte dashur të ndodhte ajo tragjedi, ishte vetëm mbrojtje, por frika e kishte bërë të heshte. Një ditë, një hetues i ri që po rishikonte dosjen, vuri re disa mospërputhje në rrëfimin e Arlindit. Disa prova nuk përputheshin me versionin e tij. Dhe një dëshmitar anonim kishte dalë me informacione të reja. Hetuesi filloi të dyshonte se Arlindi po mbante mbi vete një faj që nuk ishte i tij. Kur e mori në pyetje sërish, ai nuk ndryshoi qëndrim. Vetëm buzëqeshi dhe tha, "Dikush duhet të marrë përgjegjësinë. Më mirë unë, se sa ajo." Ky qëndrim e preku thellë hetuesin, i cili vendosi të hetojë më thellë, pa e ndalur derisa të gjente të vërtetën. Ndërkohë, Eda filloi të dobësohej nga tronditja. Ajo e vizitonte vëllain çdo javë, por çdo herë që e shihte pas hekurave, lotët nuk i ndaleshin. "Arlind, të lutem, më lër ta them të vërtetën. Nuk e duroj dot më këtë barë," i tha një ditë duke u dridhur. Por ai i mori duart dhe i tha me qetësi, "Mos. Të vërtetat ndonjëherë janë më të dhimbshme se gënjeshtrat. Ti duhet të jetosh, të ndërtosh një jetë, të më falësh për këtë rrugë që zgjodha." Por ajo natë u bë kthes për Edën. Zemra e saj nuk mund të duronte më. Vendosi të bëjë atë që duhej bërë, të tregoj të vërtetën, edhe pse me pasoja. Eda kaloi ditë të tëra në heshtje, pa gjumë, duke u përpjekur të përtypte atë që ndodhi natën tragjike. Çdo kujtim i asaj nate i shfaqej si një film i dhimbshëm. Ajo mbante mbi supe fajin, edhe pse e dinte se nuk kishte bërë asgjë të keqe. Për çdo hap që bënte në shtëpinë e re,
Për çdo hapat e qetë të mëngjesit, ndërgjegjja i thoshte se vëllai po vuante në burg për të një mëngjes, ndërsa drita e diellit depërtonte në dhomën e saj, ajo ndiu një vendim të fortë që lindte brenda saj. Nuk mund të qëndronte më e heshtur. Duhej të tregonte të vërtetën, edhe nëse kjo do të thyente çdo gjë. U vesh me kujdes, shikoi pasqyra dhe i tha vetes me zë të ulët, nëse nuk flas tani, do ta mbaj mbi supe gjithë jetën këtë barë. Ai e meriton lirinë, jo vuajtjen për diçka që nuk bëra unë. Kur hyri në zyrën e policisë, zemra i rrite fort, si të donte të dilte nga kraharori. Hetuesi që e priti e shikoi me kujdes dhe pyeti: "Si mund të ndihmoj?" Eda mori frym thellë dhe, me zë që dridhej, tha: "Kam ardhur të rrëfej të vërtetën. Nuk ka qenë Arlindi. Kam qenë unë. Nuk kam dashur të ndodh, ishte vetëm mbrojtje." Hetuesi mbeti i habitur. Dosja u rihap menjëherë, duke nisur një hetim të ri, pasi çdo gjë që Eda rrëfeu ishte në kontrast me versionin e mëparshëm. Arlindi, në burg, mori vesh për vendimin e motrës së tij dhe një val ndjesish pushtoi shpirtin e tij. Fillimisht, paniku dhe frika e përshkruanin, por më pas një ndjenjë e thellë mirënjohjeje dhe dashurie e mbushi. Ai e dinte se çdo sakrificë që kishte bërë kishte pasur kuptim, pas disa javësh hetimesh të imta. Gjykata konstatoi se ngjarja kishte qenë akt vetëm mbrojtjeje. Burri që kishte ndërruar jetë e kishte sulmuar Edën dhe ajo kishte reaguar për të mbrojtur jetën e saj. Arlindi u lirua menjëherë nga paraburgimi dhe Edës i u dha qetësia që kishte pritur prej kohësh. Dita kur Arlindi doli nga burgu ishte një ditë e mbushur me emocione të përziera. Eda e priti jashtë, lotët rridhnin pa ndalim dhe të dy e kuptuan se kjo ngjarje i kishte ndryshuar përgjithmonë. Kur Eda e përqafoi dhe i tha me zë të dridhur: "Më fal. Më fal që të lash të vuash për mua", Arlindi e mbajti fort dhe i përshpëriti: "Ti je motra ime. Nuk ka asgjë që mund të ndaj dashurinë tonë. Ne e fituam këtë betejë bashkë." Megjithatë, lirimi nuk e shlyente dhimbjen e kaluar. Kujtimet e burgut dhe frika që kishin mbushur ditët e tij nuk shuheshin aq lehtë. Të nesërmen, ai u përpoq të rifillonte jetën në qytetin e tyre, por vështirësitë e brendshme e përndiqnin çdo hap. Çdo natë, kur rrinte i vetëm në dhomën e tij, mendimet ktheheshin tek ato ditë të errëta. Ai e dinte që përkundër drejtësisë së rikthyer, zemra dhe shpirti i tij kishin vuajtur në mënyrë të pashlyeshme. Pas lirimit, Arlindi dhe Eda vendosën të largoheshin nga qyteti i vogël, ku çdo fytyrë duket e njohur dhe çdo fjalë gjykon shpirtin. Ata u zhvendosën në një qytet tjetër, larg kujtimeve të dhimbshme. Arlindi gjeti një punë modeste në një punish druri, ndërsa Eda vazhdoi studimet që kishte ndërprer për të mbajtur vëllain dhe familjen. Megjithatë, edhe pse fizika e tyre ishte e lirë, shpirtërisht ishin ende të mbushur me plagë. Të dy e dinin se kjo histori kishte lënë gjurmë të thella. Por në këtë qytet të ri, ata nisën të ndjenin ngadalë një shpresë. Në çdo hap të parë të ditës së re, në çdo buzëqeshje të vogël, filluan të kuptonin se jeta mund të rindërtohet. Një mbrëmje, pas ditësh të lodhshme pune dhe studimesh, Arlindi dhe Eda u ulën në balkon, duke parë horizontin e qytetit të ri. Dritat e tij ndriçonin si shpresë në errësirën e natës. Eda e mori dorën e vëllait dhe i tha: "Ne mund të rindërtojmë gjithçka, Arlin. Së bashku." Ai buzëqeshi, ndjeu një ngrohtësi që nuk kishte ndjer prej kohësh dhe e kuptoi se, pavarësisht gjithçkaje, dashuria dhe lidhja e tyre ishin të pathyeshme. Kjo ndjenje e fortë, e ndërtuar mbi sakrificë dhe besim, ishte fillimi i një kapitulli të ri, ku liria dhe dashuria ishin aleatët e tyre më të fortë. Fillimi i një jete të re, pas zhvendosjes në qytetin e ri, Arlindi dhe Eda përpiqeshin të krijonin rutinën e tyre të re. Çdo mëngjes ishte një sfidë, por njëkohësisht një mundësi për të ndërtuar diçka të bukur. Arlindi, i mësuar me punën e vështirë, gjeti një vend në një punish druri ku mund të punonte pa presion, duke ndjerë kënaqësinë e një pune të fituar me djersë. Eda, nga ana tjetër,
U regjistrua në universitet dhe nisi studimet e saj për psikologji. Ajo e dinte se dëshira e saj për të kuptuar shpirtin njerëzor kishte lindur nga përvoja e saj e dhimbshme. Çdo ditë ishte një mundësi për të rikthyer lirinë që Arlindi kishte fituar për të dhe për të ndërtuar një të ardhme më të mirë. Por, edhe pse fizika e tyre ishte e lirë, plagët e shpirtit ishin ende të pranishme. Arlindi shpesh kalonte netët duke menduar për ato ditë të errëta në burg, duke rikujtuar qimet e bardha të shqetësimit në fytyrën e tij dhe lotët e motrës që nuk mund të ndalonte. Një intervistë që ndryshoi gjithçka. Një ditë, një gazetar i njohur, i cili kishte ndjekur ngjarjen e tyre që nga fillimi, kontaktuar Arlindin për një intervistë. Ai refuzoi në fillim, duke ndjerë frikën se historia e tyre mund të gjykonte përsëri njerëzit. Por më pas vendosi ta pranonte me një qëllim të qartë, të fliste për dashurinë dhe sakrificën, jo për krimin. Në intervistë, ai rrëfeu çdo detaj të jetës së tij, momentet e frikës, sakrificën për motrën dhe përpjekjet për të ruajtur dashurinë familjare. Gazetari dhe të pranishmit mbetën të mahnitur nga qetësia dhe guximi i tij. Historia e tij u bë simbol i dashurisë dhe sakrificës që sfidon çdo padrejtësi. Ky moment shënoi një kthes në jetën e Arlindit. Ai kuptoi se përvoja e tij, edhe pse e dhimbshme, mund të ndihmonte të tjerët dhe të jepte mesazhin se dashuria dhe guximi shpesh janë më të forta se çdo padrejtësi. Një mundësi e re. Historia e tij u përhap shpejt dhe preku zemrat e mira njerëzve. Një biznesmen i njohur, i impresionuar nga guximi dhe integriteti i Arlindit, i ofroi një vend pune në kompaninë e tij. Por Arlindi refuzoi me modestinë dhe krenarinë e tij, nuk dua mëshirë. Dua mundësi për të punuar dhe për të fituar jetën me duart e mia. Eda gjithashtu filloi të bëhej aktive në komunitet, duke u përfshirë në organizata që ndihmonin gratë dhe të rinjt që përballeshin me dhunë dhe padrejtësi. Ajo përdorte përvojën e saj për të dhënë forcë dhe shpresë të tjerëve. Së bashku, ata krijuan një fondacion të vogël për ndihmën e viktimave të padrejtësive, duke ndërtuar një rrjet mbështetjeje për ata që ndodheshin në situata të ngjashme me të tyre. Një sfidë e re, jeta e re nuk ishte pa sfida. Një nga të burgosurit që Arlindi kishte njohur në burg, u lirua dhe kërkoi ndihmën e tij. Ai nuk mund ta refuzonte. E mori në punë dhe e ndihmoi të rindërtonte jetën e tij, duke besuar fuqishëm se secili meriton një shans të dytë. Kjo veprimtari e forcoi karakterin e Arlindit dhe i tregoi vetes dhe të tjerëve se dhimbja dhe padrejtësia mund të kthehen në forcë dhe dashuri për të tjerët. Ai ndjeu se përkushtimi ndaj jetës dhe njerëzve ishte mënyra më e mirë për të shpërblyer sakrificën e tij të kaluar. Një ngjarje që ndryshoi perspektivën. Një ditë, Arlindi pa një fëmijë që rrinte vetëm në rrugë, duke qarë. Ai ju afrua dhe e pyeti për situatën e tij. Fëmia i tregoi se kishte humbur prindërit dhe nuk kishte ku të shkonte. Arlindi e mori për dorë dhe e çoi në polici, por ky moment e preku shumë. Ai kujtoi vetveten, jetën pa babë dhe frikën e dhimbjes që kishte ndjerë dikur. Ky episod i frymëzoi Arlindin të hapte një qendër për fëmijët jetim, një vend ku ata mund të ndiheshin të mbrojtur dhe të donin njëri tjetrin si familje. Eda e mbështeti me gjithë shpirt dhe së bashku nisën të ndërtonin këtë qendër me pasion dhe dashuri. Një fillim i ndritur, pas disa muajsh përpjekje të palodhshme, qendra u hap dhe u bë streh për shumë fëmijë të braktisur. Arlindi dhe Eda e ndjenin një kënaqësi të thellë për çdo buzëqeshje të fëmijëve që tashmë kishin një vend të sigurt dhe dashamirës. Në këtë proces, Arlindi kuptoi se dhimbja që kishte kaluar nuk ishte e kollë. Përkundrazi, ajo kishte shërbyer për të krijuar diçka më të madhe dhe më të rëndësishme, një vend ku dashuria dhe kujdesi mbivijonin çdo padrejtësi, një përvojë që ndryshon jetën. Një ditë, ndërsa Arlindi po mbaronte punë në qendrën për fëmijë, një djalë i ri, rreth 12 vjeç, erdhi duke qarë. Ai kishte humbur prindërit në një aksident dhe nuk kishte ku të shkonte. Arlindi e mori dorën dhe e çoi në qendrën e tij. Fëmia ju afrua ngadalë, duke ndjerë ngrohtësinë dhe sigurinë që kjo vendi ofronte. Arlindi u ul pranë tij dhe foli me zë të qetë, "Ti ke një mundësi për të jetuar një jetë të mirë."
Këtu nuk do të jesh kur vetëm. Në atë moment, Arlindi kuptoi se dhimbja e tij personale dhe sakrifica e tij kishin kuptim më të madh, ato mund të shpëtonin jetët e të tjerëve. Ai ndjeu një ngrohtësi që nuk kishte përjetuar kurrë më parë, ndjenja se sakrifica e tij po kthehej në dashuri të gjallë dhe shpresë, rritja e qendrës dhe sfidat e përditshme, me kalimin e muajve, qendra për fëmijë u rrit. Ata kishin shumë fëmijë që i vizitonin çdo ditë, dhe çdo buzëqeshje ishte një shpërblim për punën e Arlindit dhe Edës. Por përgjegjësia ishte e madhe. Ata duhej të përballonin mungesat e fondeve, sfidat administrative dhe vështirësitë e përditshme të menaxhimit të një institucioni të tillë. Arlindi nuk u dorëzua. Ai punonte pa pushim, duke siguruar që çdo fëmijë të ndjehej i mbrojtur. Eda, nga ana e saj, përveç studimeve, udhëhiqte aktivitetet edukative dhe ofronte mbështetje emocionale për fëmijët. Suksesi i qendrës nuk ishte vetëm një fitore materiale, por një fitore shpirtërore, duke treguar se dashuria dhe përkushtimi mund të ndryshojnë jetën e njerëzve. Një lidhje e veçantë me fëmijët. Një nga fëmijët e parë të qendrës ishte një vajzë 10 vjeçare që kishte humbur prindërit në një aksident. Arlindi u lidh shumë me të, duke e parë në të njëjtat sy dhimbjen që kishte ndjer vetë kur ishte fëmijë. Ai e kujdesej për çdo gjë, ushqimin, mësimet, madje edhe lojrat e përditshme. Eda e shikonte këtë dhe ndjente një lumturi të thellë. Ajo e dinte se, përmes kujdesit të tyre, ata po shndërronin dhimbjen në dashuri, duke u ofruar fëmijëve një jetë më të mirë. Kjo ndjenja i mbushte shpirtin dhe i bënte të kuptonin se çdo sakrificë që kishin bërë ia vlente, një mesazh i fuqishëm për komunitetin. Me kalimin e viteve, qendra u bë një vend i njohur dhe i respektuar në komunitet. Historitë e fëmijëve dhe përpjekjet e Arlindit dhe Edës përhapeshin nga një qytet në tjetrin. Ata u bën një shembull për komunitetin, duke treguar se dashuria dhe sakrifica janë më të forta se çdo padrejtësi dhe dhimbje. Një ditë, një gazetar e pyeti Arlindin, nëse do të kthehesh e pas, do ta bëje sërish atë që bëre për motrën tënde? Ai buzëqeshi lehtë dhe tha, po. Sepse dashuria nuk matet me burg, por me zemër. Çdo gjë që bëra ja vlente sepse shpëtova atë që më dha kuptim jetës. Shpresë dhe paqe në zemër, Arlindi dhe Eda ndjenin se përkundër çdo dhimbjeje të kaluar, ata po krijonin një jetë të re, ku dashuria dhe mirësia ishin mbi çdo gjë. Çdo fëmijë që buzëqeshte, çdo histori e shpëtuar, ishte një kujtim i gjallë se çdo sakrificë ka kuptim. Në mbrëmjet e qeta, kur shikonin fëmijët që flinin të qetë në dhomat e tyre, Arlindi ndjente një paqe të thellë. Ai e kuptoi se jeta nuk ka vetëm dhimbje, por edhe mundësinë për të shpëtuar dhe ndriçuar botën për të tjerët. Ky ndjesi i jepte forcë dhe kuptim çdo ditë të re që vinte. Sfida e madhe e qendrës, qendra për fëmijë, filloi të rritej më shumë se sa Arlindi dhe Eda kishin menduar. Numri i fëmijëve që kërkonin ndihmë u rrit dhe sfidat financiare u bën të mëdha. Një ditë, një inspektor erdhi për kontroll dhe u shfaq me një dokument që kërcënonte mbylljen e qendrës për arsye burokratike. Arlindi ndihej i frikësuar, por Eda e mbajti fort dorën dhe i tha: "Çdo gjë që kemi ndërtuar është më e madhe se frika jonë. Nuk do të lejojmë që kjo të mbyllet." Ata punuan pa pushim për të përgatitur dokumentacionin dhe për të bindur autoritetet, duke treguar për çdo fëmijë dhe çdo sukses të qendrës. Pas disa ditësh, vizita përfundoi dhe qendra u shpëtua. Ndërsa shikonin fëmijët që luanin të qetë, ndjen një lehtësim të thellë dhe një krenari të papërshkrueshme. Një ngjarje e papritur. Një ditë, një familje e pasur vizitoi qendrën dhe u ndje e prekur nga historia e Arlindit dhe Edës. Ata ofruan një donacion të madh për zhvillimin e qendrës, duke mundësuar ndërtimin e një ndërtese të re dhe hapjen e programeve edukative. Ky moment i dha Arlindit dhe Edës një ndjenjë sigurie dhe shprese. Ata kuptuan se përkushtimi dhe sakrifica e tyre kishin fryte, dhe që dashuria dhe ndihma për të tjerët mund të tërhiqnin gjithmonë ndihmë nga njerëz të ndryshëm. Një lidhje që forcohet akoma më shumë. Në këtë periudhë, marrëdhënia mes Arlindit dhe Artës u forcuan edhe më shumë.
Ata punonin së bashku në qendër, ndihmonin fëmijët dhe ndanin çdo moment të ditës së tyre. Arta ishte mbështetja dhe frymëzimi i Arlindit, ndërsa ai ishte mbrojtësi dhe partneri i saj i sigurt. Një mbrëmje, duke ulur në balkonin e qendrës, Arlindi i tha, "Jam i bekuar që të kam." Kjo histori, edhe pse e dhimbshme, na solli tek njëri tjetri dhe tek ky vend ku mund të ndryshojmë jetë. Ata e kuptuan se dashuria, respekti dhe mbështetja e ndërsjellë ishin forca më e madhe që mund të ndërtonte një jetë të re, një sfidë personale. Ndërsa jeta në qendër vazhdonte, Arlindi u përball me një sfidë personale. Shëndeti i tij filloi të dobësohej për shkak të punës së madhe dhe stresit emocional. Ai ndihej i lodhur dhe shpesh kishte dhimbje të forta. Eda dhe Arta u kujdesën për të me përkushtim, duke e nxitur që të pushonte dhe të kujdesej për veten. Ky moment i kujtoi Arlindit se edhe ai kishte nevojë për dashuri dhe mbështetje, dhe se nuk mund të jepte gjithçka pa u kujdesur për veten. Një kapitull i ri fillon. Pas disa muajsh, Arlindi u rikthye plotësisht në aktivitetin e tij, por tani më i qetë dhe i sigurt. Ai dhe Eda vazhduan të përkushtoheshin për fëmijët, ndërsa Arta ishte pranë tij në çdo hap. Qendra u bë simbol i shpresës dhe dashurisë për komunitetin. Në një mbrëmje të qetë, duke parë fëmijët që flinin të sigurt dhe të lumtur, Arlindi dhe Eda u përqafuan. Ata e kuptuan se çdo sakrificë, çdo ditë dhimbjeje dhe frike, kishte pasur kuptim. Jetët e shpëtuara, dashuria e gjetur dhe qendra që kishte ndryshuar fatet e shumë fëmijëve ishin dëshmi e fuqisë së dashurisë dhe sakrificës. Një vizitë e papritur, një ditë, ndërsa qendra ishte e zënë me fëmijë që luanin dhe mësonin, një grua e moshuar hyri dhe e pyeti për Arlindin dhe Edën. Ajo tha se kishte njohur familjen e tyre dikur dhe kishte dëgjuar për sakrificat e tyre. Gruaja solli me vete disa dokumente dhe fotografi të fëmijëve të Arlindit, të cilët nuk I kishte parë kurrë, duke treguar lidhje të thella familjare që kishin mbetur të harruara. Ky moment I riktheu Arlindit dhe Edës kujtimet e fëmijërisë dhe të kaluarës së dhimbshme, duke I bërë të kuptonin se çdo sakrificë që kishin bërë kishte një kuptim më të madh se sa mendonin. Një sfidë emocionale, disa nga fëmijët e qendrës u përballën me probleme personale dhe emocionale të forta. Një vajzë, e cila kishte humbur prindërit, refuzonte çdo ndihmë dhe jetonte me frikë. Arlindi dhe Eda u përpoqën të ndërtonin besim, duke përdorur durim dhe dashuri pa kushte. Pas javësh përpjekjesh, vajza filloi të hapte zemrën, duke kuptuar se kishte gjetur një familje të dytë që e donte dhe e mbështeste. Ky sukses emocionoi Arlindin dhe Edën, duke treguar se përkushtimi dhe durimi shpesh japin fryte të papritura. Një ditë e veçantë për qendrën, qendra vendosi të organizonte një festival të vogël për fëmijët me aktivitete, lojra dhe prezantime nga çdo klasë. Arlindi dhe Eda u emocionuan kur pan të gjithë fëmijët të lumtur dhe të bashkuar. Ishte një moment triumfi për të gjithë sakrificat e bëra. Në fund të ditës, kur dielli po perëndonte, Arlindi mbajti dorën e motrës dhe tha, "Këtu, çdo sakrificë ka pasur kuptim. Kjo është jeta që ne kemi ëndërruar." Reflektim mbi të kaluarën. Në një mbrëmje të qetë, Arlindi dhe Eda u ulën në balkon, duke parë qytetin e ndriçuar nga dritat e natës. Ata folën për të kaluarën e dhimbshme, për natën kur Arlindi ishte I burgosur për diçka që nuk kishte bërë dhe për sakrificën që kishin bërë për njëri tjetrin. Eda I tha me zë të qetë, "Çdo gjë që kemi kaluar na bëri më të fortë. Nuk do ta ndryshoja asgjë, sepse gjithçka na solli këtu ku jemi sot." Arlindi e përqafoi fort dhe tha, "Po, çdo dhimbje, çdo frikë dhe çdo lot na sollën tek kjo lumturi. Tani e kuptoj se jeta është më e bukur kur e jeton për të tjerët." Një fund I ndritur dhe shpresë për të ardhmen, qendra u bë një vend I njohur dhe I dashur për komunitetin. Arlindi dhe Eda, së bashku me Artën dhe fëmijët që kishin shpëtuar, krijuan një familje të madhe të përbashkët, ku dashuria, respekti dhe përkushtimi mbizotëronin mbi çdo dhimbje të kaluar. Në mbrëmje, kur shikonin fëmijët që flinin të qetë, ata e kuptuan se çdo sakrificë, çdo natë e gjatë dhe çdo moment frike kishin pasur kuptim.
Historia e tyre ishte një dëshmi se dashuria dhe sakrifica janë fuqitë më të mëdha që mund të ndryshojnë jetën dhe të japin shpresë të pakufishme për të ardhmen.